nga Federico Ferrau. Kremlini e quajti një diskutim të sinqert dhe të detajuar, ndërsa shtëpia e bardhë një telefonat produktive. Biseda në distancë midis Putin dhe Trump, e cila zgjati rreth 2 orë gjysmë, shënon një pikë these në marrëdhëniet midis SBA-s dhe Rusisë. Udhëheqësit rënë dakord mbi një udhërofyes për një paqe të qëndrueshme, duke përfshirë marrëveshje të gjera ekonomike. Sipas Moskës, Putin përsëriti angazhimin për zgjidhjen paqësore të konfliktit, teksa Trump shprehu gatishmërinë e tij për të punuar shpejt drejt një armë pushimi të plotë. Hapi i parë përfshin një pezullim 30 ditor të sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, por Zelenski deklaroi se kushtet e vendosura nga Putin tregojnë se ai nuk është gati të japë fund luftës, ndërsa Scholz dhe Macron njoftuan se do të vazhdojnë ta furnizojnë me armë Kievin. Për generalin italian Maurizio Boni, e panjohura e madhe është BE-ja që ka marrë një pozicion kokfort kundër negociatave Trump-Putin, në një kohë që marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Brukselit janë përkeqësuar edhe më shumë. Takimet paraprake midis dy ekipeve, të përbërë nga zyrtar të profilit të lartë që përfaqësojnë interesat e dy bashkëbiseduesve, krijuan kushtet që Trump dhe Putin të bisedonin me njëri tjetrin dhe, si gjithmonë në këto raste, telefonata u krye në bazë të një agjende të dakordsuar. Le të shohim pikat kryesore. Shkëmbimi 175 të burgosurve nga secila palë. Zakonisht kjo çështje është pjesë e çdo marrëveshje. Është domethënës fakti që të burgosurit janë Ukrainas, ndërsa Ukraina është jashtë negociatave. Është e pritshme që të ketë reciprocitet. Një pezullim 30 ditor i sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike, edhe kjo duhet të jetë reciproke dhe është logjike. Të mos degradohet më tej rrjeti i infrastrukturës jetike në Ukrainë. Kjo do të bëjë të mundur edhe ringritjen e shpejtë pas përfundimit të konfliktit. Ne e dimë se burimet e Ukrainës do shfrytëzohen kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania, po në anën ruse, Rusia pretendon se nuk po goditet në territorin e saj, edhe pse shumë nga sulmet janë neutralizuar. Për Moskën kjo është lëvizje e rëndësishme për konsensusin politik. A mund të konsiderohen këto pika si produkti bisedimeve SBA-Ukrainë-Xheda? Jo. Rusët e kundërshtuan në armëpushimin që u kërkua. Kjo çështje mund të ketë qenë pjesë e telefonatës, por nuk pasqyrohet në deklaratat përkatëse. Pse? Sepse draftin e Xheda e shkruan britanikët. Siç e kishin parashikuar, kjo ishte një pikë e papranueshme për Moskën. Armëpushimi i plotë është një çështje shumë e ndjeshme dhe palët po punojnë ende për të. Po ndërprerja e plotë e furnizimeve me armë dhe inteligjencë nga SBA për Kievin, kjo është një kërkesë që Moska e ka përsëritur vazhdimisht. Nëse Trump e ka pranuar, mbetet për të parë se si do të pritet nga Ukraina. Ndërkohë, një nga pikat e marrëveshjes ka të bëjë me një armëpushim detar në detin e Zi. Ky është një element me interes të madh pasi siguria e lundrimit në detin e Zi nënkupton edhe sigurinë e porteve në Krime, nga ku rusët duhet të tërhiqeshin për shkak të operacioneve detare të Kievit. Kjo mund të jetë një shenjë diçkaje shumë të rëndësishme, përkatësisht statusit ligjor të Krimes, të cilën amerikanët mund ta njohin si territor rus. Është e paqartë se deri në çfarë mase telefonata përfshiu diskutimet mbi territoret. S'ka dyshim që është folur për to. Territore nënkuptojnë lëshime për të cilat njerëzit kryesor pranë Trump kanë thënë që përpara zgjedhjeve se do të ishin në tryezë. Heshtja mbi 4 rajonet lindore të aneksuara nga rusët dhe Krimen ndodh sepse përmendja publike e tyre është ende e parakohshme. Moska nuk do të heqë dorë prej tyre, por është po aq e vërtet se ato nuk janë plotësisht të pushtuara. Rusia po e fiton luftën. Në Kursk, situata e ushtrisë ukrainase është e dëshpëruar dhe të gjitha linjat e furnizimit dhe të rreqjes janë në zjarrin rus. Jo vetëm kaq, por në javët e ardhshme mund të shohim sulme të mëdha të rusëve në të gjithë gjatësinë e frontit. Vështirë që Putin të ndalet aty ku është tani, sepse do t'i mungonte një pjesë e konsiderueshme e territoreve pro-ruse. Pra lufta do të vazhdojë edhe pse Putin dhe Trump thonë se duan një armëpushim të plotë dhe paqe të përhershme, nuk duhet ta habitemi. Në rastin e Kores, u deshën më shumë se 570 takime për t'i dhënë fund luftës, e cila vazhdoi edhe një vit e gjysmë nga fillimi i negociatave, duke shkaktuar mijëra të vdekur të tjerë. Shpresoj që këtë herë të mos jetë kështu. A do të jetë në gjendje Trump të bindë Zelenskin ta pranojë këtë pakt? Nëse nuk do t'ja dalë, duhet i vendos kushte. Dhe këtu del në pa roli i Evropës. Scholz dhe Macron thanë se Gjermania dhe Franca do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë ushtarake për Kievin. Edhe Starmer synon të vazhdojë me misionin e koalicionit të vullnetarëve. BE është pikpyetja e madhe në këto negociata. Nëse Shtetet e Bashkuara bien dakord të ndalojnë dërgimin e ndihmës ushtarake dhe Evropa e vazhdon atë, atëherë midis tyre do kishte përplasje. E njëjta gjë vlen edhe për koalicionin e Starmer. Në dritën e këtyre konsideratave, cili është skenari që parashikoni, mbetet për të parë se deri në çfarë mase Trump do të jetë në gjendje të zbusë pozicionin e britanikëve. Sa i përket Evropës, marrëdhëniet Bruksel-Washington janë përkeqësuar më tej që kur Kaja Kallas në shkurt e quajti një marrëveshje të ndyrë planin e paqes së Trump. Politika e BE-s është thjesht reaktive. Ai që po të rreq fije dhe drejton ushtarakisht Bashkimin Evropian është kreu i qeverisë së një vendi që nuk është më antar i tij.